sot është dita e tretë. Jemi në natën e tretë të sfidës tonë për të rikthyer fuqinë, për të rikthyer energjinë pas gjithë atyre pushimeve, takimeve me njerëz, ndoshta dikush kishte kohë pa takuar shoqëri apo persona të tjerë dhe do vëmendja shkon, energjia shkon në njëra situata, ngjarje dhe shpesh gjatë djetorit, gjatë pushimeve, sidomos në fund të vitit, ne jemi duke bërë gjithmonë më shumë punë, ndonjëherë punët mblidhen të gjitha në fund të vitit, ndonjëherë jemi duke takuar jashtëzakonisht shumë njerëz, duke bërë jashtëzakonisht shumë gjëra dhe nuk e kuptojmë se ku shkon energjia. Energjia mund të shkojë në njerëz të ndryshëm, në rrethana, në situata dhe është shumë e nevojshme që për të krijuar një jetë e re, për të manifestuar, është e nevojshme të rikthesh vëmendjen tek vetja jote, tek zemra jote, tek shpirti jote, të rikthesh të gjithë energjinë brenda teje. Mirë se erdhe sot, neve ditën e parë kemi bërë një meditim shumë të fuqishëm për të ndjerë energjinë e tokës, për të ndjerë mbështetjen e tokës, sigurinë e tokës. Ditën e dytë kemi bërë një meditim shumë të thellë për të lidhur me qiellin, me krijimin, lart për të ndjerë se ka mbështetje për ne, po kësaj radhe në formën e intuitës, në formën e ideve të reja, në formën e frymëzimeve që na vinë për të na drejtuar në rrugën tonë, drejt manifestimeve të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, dhe mrekullueshme ekziston, manifestimet ekzistojnë, mrekullit ekzistojnë. Ju kam treguar këto 2 ditë për mrekullit të jashtëzakonshme të njerëzve, të cilët kanë arritur ato që quhet e pamundur, e jashtëzakonshme, mrekullueshme në jetën e tyre. Shërime të sëmundjeve të pashërueshme, hapje të bizneseve, njerëzve që kishin vite që kishin ngecur, ide të reja, frymëzime, të cilat vinin nga asgjëja. Dhe këto janë të gjitha të vërteta, janë të gjitha të matura, janë të gjitha të arritura nga ju. Dhe gjithmonë e më shumë komuniteti jonë po arrin të jashtëzakonshme, dhe jam pafund e lumtur për këtë. Është një manifestim i imi. Ky është një manifestim i imi të kemi një komunitet i cili shkon përtej gjithçkaje për të sjellur mrekulli dhe ju po sillni mrekullin. Është gjithashtu një gëzim i madh për mua sot, sepse doja edhe ta përmendja këtu në live për muzikën që kemi nxjerrë së bashku me Marvinin. Ne kishim vite, kishim shumë kohë së bashku me Marvinin që diskutonim si mund të krijojmë muzikë, sepse fjala e mirë, fjala pozitive, fjala që motivon, që ngrej, që transformon, është shumë e fuqishme kur është gjithashtu dhe me këngë, muzikë, sepse njerëzit kanë dëshirë të dëgjojnë muzikë, po është shumë e vështirë të gjesh muzikë motivuese, frymëzuese, pikërisht ashtu siç e do. Dhe pra kishim vite që kërkonim një mundësi të tillë dhe me avancimin e teknologjisë kjo gjë u bë e mundur. Pra arritëm në qoftë se ju që nuk e keni parë në postime apo nuk e keni parë te storyt e mia, kemi postuar në YouTube një seri këngësh, të cilat teksti është i krijuar nga ne, pra nga unë dhe nga Marvini, pra teksti është origjinal, ndërsa muzika zër janë të krijuara me teknologjinë e inteligjencës artificiale, e cila ka përparuar në një formë të jashtëzakonshme, po normalisht që edhe me këtë teknologji ti duhet të punosh, sepse është e vështirë ndonjëherë që të marrësh zërin që do, është e vështirë të marrësh muzikën që do, dhe ne kemi punuar shumë që të arrim pikërisht në atë muzikë që ne duam, në atë ritëm që ne duam, në mënyrë të tillë që të arrihet pikërisht ajo që ne kërkojmë, pra riprogramimi i sistemit nervor për sukses, për shëndet, për më shumë dashuri, për më shumë energji dhe gjallëri në trup. Pra kemi një seri këngësh që do t'i nxjerrim me radhë, njëra pas tjetrës, së shpejti. Qëndroni me ne sepse kemi shumë surpriza. Pra teknologjia tashmë e bën të mundur që krijimtaria e njeriu të përhapet gjithmonë më shumë, dhe kur ti e përdor atë për të dhënë kontribut, atëherë funksioni i saj
normalisht për shoqërinë pastaj kthehet në pozitiv. Dhe ky është qëllimi jon, që funksionin e teknologjisë gjithmonë ta kthejmë në pozitiv. Po lexoj komente, thoni kam dëgjuar tër ditën. Më gëzon shumë. Më gëzon shumë. Kemi patur pafund komente pozitive, njerëz që kanë pëlqyer pafund, kanë një energji shumë të lartë, sepse ritmin, muzikën, zërin i kemi përshtatur. Pra gjithsesi ne kemi punuar me to, nuk është se ato dalin, nuk është se klikon butonin dhe ajo del vet. Pra duhet të punosh me teknologjinë që të marrësh atë që dëshiron. Më gëzon shumë që i keni pëlqyer. Atëre, edhe një herë, përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve ju që po vini tani dhe po më pyesin se si mund t'i gjeni këngët, janë në YouTube. Dhe kanë kërkuar gjithashtu t'i hedhim dhe në Spotify, po do t'ju lajmërojmë. Për momentin janë në YouTube. Dhe do kemi shumë të reja të tjera. Tani sot, çfarë do të bëjmë sot? Po i mbyll një moment komentet. Dhe sot do bëjmë diçka shumë të fuqishme, sepse kjo sfidë është për të rikthyer, jo vetëm energjinë, jo vetëm fuqinë brenda teje, po është për të rikthyer besimin se ti mundesh, besimin në mrekulli, besimin se diçka e mrekullueshme po të ndodh tani, pikërisht tani. Dhe besimi, si e tham, rikthehet në fillim fare, duke u rikujtuar për forcën tënde, për fuqinë tënde, për madhështinë tënde. Duke u rikujtuar se kush ti je në të vërtetë, dhe prandaj po i bëjmë këto live, japim këto mësime për të rikujtuar, sepse ajo di është brenda teje, është në zemrën tënde, është në shpirtin tënd. Ti e di se kush je. Ti e njeh fuqinë tënde. Po ndonjëherë bota, njerëzit, ngjarjet rrethanat na e bëjnë të tillë që të harohet. Sepse shqetësohemi ndonjëherë kaq shumë për ndjenjat e dikujt, shqetësohemi kaq shumë për opinionin që dikush ka për ne, shqetësohemi kaq shumë për një situatë, për një ngjarje, sa harrojmë që ti brenda teje ke fuqinë të transformosh gjithçka. Dhe janë pikërisht këto live, këto teknika që ne bëjmë së bashku, këto meditime që ne bëjmë së bashku, që ty të ndryshojnë gjendjen e brendshme, emocionale, shpirtërore, dhe nëse ndryshon gjendja emocionale, ti fillon të rikujtohesh për fuqinë tënde. Fillon të rikujtohesh. Wow, ka mundësi sërish. Sepse ndonjëherë njerëzit që janë të mërzitur, në dëshpërim, ndonjëherë kanë humbur besimin në atë pikë ku janë, ndonjëherë të fjalë që unë them duken si pa kuptim. Ndonjëherë ata mendojnë, çfarë po thot? Unë po ndihem kështu, çfarë po thot? Po të them se mund të ndryshosh brenda orës mund të ndryshosh. Nëse lidhe, kthen gjithë vëmendjen në zemër, ja ndjeje tani, imagjino gjithë energjinë që ke dhënë për njerëz, ngjarjet, rrethanat, për çdo gjë që je përpjekur në jetën tënde. Je përpjekur në jetën tënde që çdo gjë të shkojë mirë. Je përpjekur në jetën tënde që njerëzit të ndihen mirë, që njerëzit të lirohen nga hallet apo problemet e tyre, duke u përpjekur, duke u marrë me hallet dhe problemet e të tjerëve. Je përpjekur në jetën tënde kaq shumë, sa ndonjëherë haron veten. Dhe ndjeje, imagjino të gjithë energjinë. Mund ta imagjinosh që tani në këtë çast, sigur energjia jote, që është dhe mirësia e zemrës tënde, është shpesh shprehje e mirësisë së zemrës, që shpesh në energjinë e dërgojmë. Po e dërgojmë jashtë, thjesht duke konsumuar veten. Dhe e dërgojmë duke u përpjekur të ndihmojmë, por në këtë mënyrë thjesht konsumojmë veten. Dhe imagjino në këtë çast, sikur të gjitha të energji që ti e ke dhënë kaq shumë, dhe ndonjëherë nuk merr as shpërblim, nuk merr as falënderim, nuk merr asnjë gjë, po të dish se
shpërblimi do të vi nga burimi. Dhe u ta them pastaj, mos prish shpërblim nga as edhe një njeri dhe nga as edhe një gjë, vetëm nga i lartë. Sepse vjen. Çdo e mirë që ti bën, çdo vepër e mirë që ti bën, vjen ta siguroj. Vjen si shërim, vjen si bollok, vjen si mundësi, vjen si hapje dyersh, vjen si zgjidhje problemesh. Nuk vjen drejt përsërit nga personi, po vjen. Atëre ndjeje brenda teje se e mira që ti ke bërë, gjithë të mirat që ti ke bërë në jetë. Gjithë të mirat që ti ke bërë në jetë. Dhe ka thënë ndonjëherë disa persona ndonjëherë thonë, "Okej, fal gjithçka, lëshoj gjithçka. Okej, e mira nuk më kthye, okej, varja." Po jo, unë po të them që e mira kthehet. Mos u shpresë, po jo domosdoshmërisht kthehet nga ata persona. Po kthehet nga jeta. Kthehet nga burimi, kthehet nga i lartë. Dhe dua që në këtë moment, në këtë çast, imagjino të gjithë të mirat që ti ke bërë në jetë. Jo vetëm në vitin që shkoi në 2025, po në gjithë jetën tënde. Çdo fjalë të mirë që ti ke thënë. Çdo vepër të mirë që ti ke bërë për dikë. Çdo mbështetje. Apo thjesht dhe çdo buzëqeshje. Se vetëm një buzëqeshje mund të ndryshojë ditën e dikujt. Mendo për çdo vepër të mirë që ka bërë zemra jote e bukur. Dhe ndjeje, vendosi duart në zemër tani. Vendosi duart në zemër, do filloj me teknikat që tani. Vendosi duart në zemër. Dhe imagjino një çast çdo të mirë që ke bërë. Çdo fjalë, çdo buzëqeshje. Çdo mbështetje që ke dhënë. Çdo shpresë që ke dhënë. Ndjeje në këtë çast që jeta është e kënaqur me ty, krijimi është i kënaqur me ty, burimi është i kënaqur me ty, shumë i kënaqur me ty. Dhe kjo jetë të falenderon, imagjino dhe ndjej rreth e rrotull teje, ndjej të gjithë energjinë e mirë që ke dhënë, të gjithë dashurinë, të gjithë mbështetjen. Ndjeje gjithçka që ke dhënë rreth e rrotull teje, në hapësirë, ndër vite. Dhe ndjeje se po ndodh tani gjithçka e mirë që ke dhënë dhe ke bërë, ndjeje se po ndodh tani në këtë çast përpara teje. Dhe ndjeje si dashuri, ndjeje si falënderim, ndjeje si mbështetje. Dhe ndjeje këtë energji që jeta, këto kohë, e ka ruajtur për ty. Dhe po ta kthen të shumë fishuar. Jeta, burimi, krijimi po ta kthen të gjithë të energji të shumë fishuar, po të kthen dashurinë që ke dhënë të shumë fishuar, po të kthen falënderimin të shumë fishuar, po të kthen buzëqeshje, mira buzëqeshje, vin tek ti tani. Vin tani tek ti, mira buzëqeshje, vin tek ti. Po vin tek ti mira fjalë mbështetje. Po vjen tek ti një energji e madhe mbështetje, po vjen tek ti një energji e madhe. Fjalë të mira, mbështetje, falënderim. Dhe ndjej se jeta, gjithçka që ke dhënë, gjithçka që ke bërë, e ka ruajtur për ty. Dhe e ka shumë fishuar ndër vite. E ka shumë fishuar dhe ndjej që kjo energji tani po vjen tek ti si bekim. Bekime për ty. Bekim që shërojnë trupin tënd. Ndjej si val që vin nga rreth e rrotull, nga gjithë hapësira dhe rreth e rrotull vin si val drite brenda teje drejt në zemrën tënde. Dhe shërojnë trupin tënd. Bekime që shërojnë, bekime që ngrejnë, bekime që transformojnë, bekime që hapin rrugë, bekime që hapin dyer, bekime që falin. Të falin ty. Ndjej brenda teje në zemrën tënde dhe merr frym thellë nga dalë. Dhe ndjej një energji të madhe që u rikthye brenda teje. Është mrekulli brenda teje. Është jetë brenda teje, është dashuri brenda teje, është falënderimi i jetës brenda teje. Dhe dije se e mira që ke bërë.
po të kthehet shumë fish. Dhe këtë vit, do marrësh frutet e saj. Pranoj në zemrën tënde. Janë për ty. Ndjeje në trupin tënd. Ndjeje këtë energji të madhe në trupin tënd që u rikthye brenda teje. Dhe ndjeje përse brenda teje tani shtohet besim. Besimi brenda teje, te zemra jote. Dhe falenderoje zemrën tënde për gjithçka që ka bërë. Asgjë nuk ka qenë gabim. Ke bërë çdo gjë sakt. Falenderoje zemrën tënde. Dhe riktheje besimin te vetja. Kur besojmë te vetja, besojmë te mundësitë. Beso te vetja. Burimi beson te këti. Jeta beson te këti. Të besosh është thjesht të rikujtohesh se zemra jote është e madhe, se shpirti jote është i madh, se trupi jote është i fuqishëm. Të besosh është të rikujtohesh për zemrën tënde të bukur. Dhe se çdo e mirë kthehet. Dhe se çdo manifestim po krijohet, po vjen. Ka ndodhur. Po ndodh tani me ty. Dhe për ta integruar të energji në trup. Për ta integruar të energji në trup. Le të marrim frymë. Merë frymë me hund. Dhe imagjinoje se gjithë kjo energji, dashuria vjen brenda teje. Merë frymë me hund, 1, 2, 3, 4, ndjeje barkun si rritët. Mbaj një moment, 1, 2, 3, 4. Dhe liroj, frymën duke liruar çdo dyshim, çdo frikë, çdo pengesë, çdo besim të kufizuar. Nuk të përket më ty. Liroj, 1, 2, 3, 4. Dhe mbaje frymën një moment. Dhe merë frymë thellë prap dashurin. 1, 2, 3, 4. Mbaj një moment. Dhe liroj gjithçka që të mban. Mbaj një moment. Dhe merë frymë thellë sërish dashurin. Mbaj një moment. Dhe liroj gjithçka që të mban. Mbaj një moment frymën. Dhe merë frymë thellë dashurin. Mbaj frymën një moment. Dhe liroj gjithçka që të mban. Qëndro dhe mbaj frymën një moment. Dhe merë frymë thellë dashurin. Me duar në zemër. Liroj frymën. Me jetingu. Merë frymë thellë. Liroj frymën. Me një tingull ndjeje trupin si lirohet, lëshohet krejt. Merë frymë thellë me bark. Ndjeje barkun si lirohet, si fryet kur merë frymë. Dhe liroj frymën me një tingull. Dhe shfryet barku. Tani duaj këtë moment i hapësh krahët. Hapi krahët. Mua ndoshta nuk më shikon, po i mbaj krahët e hapura me pëllëmbët e hapura. Relakso në zemër, ndjeje fuqinë e zemrës tënde. Ndjeje dashurinë e zemrës tënde. Ndjeje energjinë brenda teje si është rikthyer tek ti. Ndjeje dashurinë brenda teje si përhapet nga zemra jote. Përhapet e trupit, përhapet për te i trupit. Përhapet dashuria për te. Te dhoma, për te i dhomës, përhapet në gjithë planetin, në gjithë krijimin, në gjithë kozmosin, në gjithë galaksit, përhapet dashuria jote.
E dua të ndjesh tani të gjithë dashurinë që qielli dhe toka kanë për ty. Ndjeje dashurinë që qielli dhe toka kanë për ty. Ndjeje falënderimin që kanë për ty. Ata e din historinë tënde. Ata e din historinë tënde. Ndjeje falënderimin që kanë për ty. Ndjeje dashurinë, mbështetjen që kanë për ty. Dhe ftoje këtë dashurinë në trupin tënd, ftoje këtë mbështetje në trupin tënd, ftoje këtë energji, shërim, transformimi brenda te në trupin tënd me krahët e tua. Ngri krahët lart me pëllëmbët lart dhe ndjeje të gjithë energjinë e qiellit, ndjeje si vjen, sille në trupin tënd, te koka qafa, trupi krahërori në zemër. Ndjeje në zemër. Hapi krahët sërish dhe merre energjinë nga toka. Imagjino se e merre energjinë nga toka në këtë formë me pëllëmbët e tua. Dhe sjell te pulpat, kofshët, krejt këmbët lart. Te pjesë e poshtë me barkut, e sipër me barkut, e ngre energjinë lart dhe sjell në zemër. Ani me duar, ngri duart lart. Ndjeje energjinë e qiellit. Imagjino se e sjell energjinë e qiellit. Merr energjinë e qiellit. Me duart poshtë, merr energjinë e tokës dhe e ngre lart. Në zemër. Dhe do e bëjmë si frymëmarrje. Liroj frymën. Ani merr frymë thellë, pa kur merr frymë thellë me pëllëmbët e duarve, merr njëkohësisht dhe energjinë e qiellit dhe energjinë e tokës. Pra merr frymë thellë tani dhe sille në trupin tënd, nga këmbët, pulpët, kofshët, barku dhe çoj në zemrën tënd. Liroj frymën. Prap me krahët, merr energjinë nga qielli dhe nga toka, nga gjithë krijimi. Dhe sille në zemër. Liroj frymën. Merr frymë thellë, merr energjinë. Sille në zemër. Liroj frymën. Merr frymë thellë. Sille në zemër. Me duar në zemër tani. Do fillojmë të bëjmë tapping, ta integrojmë akoma më shumë të ndjesitë të lartë që kemi, se jemi të mbështetur, se jemi të mbrojtur. Fillojmë të bëjmë tapping. Tapping aktivizon pika të veçanta nervore për riprogramim në trupin tënd dhe trupi jo do riprogramohet me këto fjalë që ne po themi. Ndjej dhe thuaj me mua, jam këtu, të trupin tim. Jam këtu, i sigurt dhe i mbrojtur në trupin tim. Jam këtu në trupin tim, i sigurt dhe i mbrojtur në trupin tim. Jam këtu, në trupin tim, i sigurt dhe i mbrojtur në trupin tim. Në trupin tim, një mbrojtje dhe siguri. I sigurt dhe i mbrojtur. Në këtë tokë jam i sigurt dhe i mbrojtur. Në trupin tim. Në trupin tim. I sigurt dhe i mbrojtur. Në trupin tim jam i sigurt dhe jam i mbrojtur. Në trupin tim jam këtu, në trupin tim jam këtu. Wow, i sigurt dhe i mbrojtur në trupin tim. Shijoj. Jam këtu në trupin tim, i sigurt dhe i mbrojtur në trupin tim jam këtu. Po, jam këtu e ndjej, jam këtu, në trupin tim i sigurt dhe i mbrojtur në trupin tim. Jam këtu, në trupin tim. Jam i sigurt dhe jam i mbrojtur në trupin tim.
Jam këtu. Dhe ide të reja, frymëzime po vinë. Udhëzime të reja po vinë. Unë jam i udhëzuar në trupin tim. Jam këtu në trupin tim, i udhëzuar në trupin tim. Jam këtu në trupin tim, i udhëzuar brenda me. Në zemrën tim, zemra e tim. Ide të reja dhe frymëzime po vinë tek unë. Val. Ide dhe frymëzime të reja po vinë tek unë. Jam i udhëzuar. Jam plotësisht i udhëzuar në trupin tim. Zemra e tim. Jam këtu në trupin tim, plotësisht i udhëzuar. Ide të reja dhe frymëzime po vinë. Val në trupin tim. Jam këtu në trupin tim, plotësisht i udhëzuar. Në çdo hap që hedh, i sigurt, i mbrojtur, i udhëzuar. Faleminderit në trupin tim. Vendosi duart në zemër. Vendosi duart në zemër. Dhe le të bëjmë një lutje së bashku. Po ndryshoj një moment muzikën. Le të bëjmë një lutje të gjithë së bashku. Dhe lutja nuk është nga një pozicion mungese, po lutja është nga një pozicion plotësie. Ne jemi të sigurt që burimi na mbështet, jemi të sigurt që kjo jetë na mbështet. Jemi plotësisht të mbrojtur. Dhe lutja është për ta aktivizuar. Lutja është për ta pranuar. Lutja është për të zgjeruar atë kanal energjie brenda teje dhe për të pranuar më shumë mrekulli. Lutja është për të aktivizuar sytë e tu, që ta shohin atë mbështetje, sepse do vinë. Lutja është për të aktivizuar veshët e tu, që ti dëgjojnë ato ide dhe frymëzime, sepse do vinë. Po vinë që tani. Po vinë që tani. Dhe lutja është për të hapur zemrën tënde me dashurisë, sepse ka gjithmonë më shumë dashuri. Ndjej brenda teje, me duar në zemër, ndjej tani lidhjen tënde me burimin, me krijuesin, dhe thuaj o Zot, po të drejtohem ty. Të lutem ty sonte. E di burimi dashurisë pa kushte, unë e di se jam i sigur dhe i mbrojtur në këtë jetë, po më ndihmo ta shoh dhe ta ndjej. Më ndihmo ta ndjej mbrojtjen tënde. Më ndihmo ta ndjej në çdo qelisë të trupit tim, sigurinë që ti je. Më ndihmo të ndjej lidhjen time me ty, dashuri infinite, inteligjencë universal. Më ndihmo të ndjej mbështetjen tënde të madhe, unë e di që jam në krahët e tu. Gjithmonë kam qenë dhe gjithmonë do jem, e di. Nuk jam në këtë tokë rastësisht. Dhe kjo jetë nuk është lojë. E di që më ke sjell këtu, plotësisht të mbrojtur në krahët e tu. Dhe asnjë gjë nuk ndodh nëse unë nuk do e përballoj atë. E di që gjithçka mundem të realizoj sepse ti je me mua, ti gjithmonë ke qenë me mua. Më ndihmo ta ndjej praninë tënde. Më ndihmo të ndjej fuqinë brenda meje që është fuqia jote. Dhe le të shtohet besimi brenda meje nga prania jote. Të besoj. Është thjesht të ndjej praninë tënde. Të besoj. Është thjesht të ndjej mbrojtjen dhe sigurinë tënde. Të besoj. Është thjesht të ndjej dhe të rikujtohem se jam në krahët të dashurisë infinite, të rikujtohem
se fuqia është në zemrën time, nuk është jashtë. Të rikujtohem se fuqia e vërtet është të burim, të dashuria infinite, kjo inteligjencë universale, dhe se asgjë nuk ndodh pa lejen tënde. Të rikujtohem se jam plotësisht i sigurt, i mbrojtur dhe i mbështetur, dhe se është brenda meje, gjithmonë ka qenë. Burimi, inteligjencë infinite, më ndihmon të jemi hapur ndaj ideve dhe frymëzimeve që vijnë nga ti, vetëm nga ti. Dua të dëgjoj fjalën tënde, dua të dëgjoj zërin tënd. Cili është plani për mua? Unë e di që plani jot është më i madh, më i bukur, më i jashtëzakonshëm. Unë e di që vizioni jot për mua është më i madh dhe më i jashtëzakonshëm, jeta jote. Vizioni që ke kur më krijon. Vizioni që ti ke për mua kur më krijon. Është vizioni më i madh edhe më i madh se çfarë mund të kem për veten time. Është për te imagjinatës time dhe e pranoj këtë vizion tani, pikërisht tani, këtë vizion që shkon edhe për te imagjinatës time, e pranoj plotësisht. Më lejo ta shoh këtë potencial, ta përjetoj këtë potencial, më lejo të dëgjoj, të pranoj dhe të ndjej idetë dhe frymëzimet që më çojnë drejt krijimit më të bukur. Jam këtu me një mision. Dhe misioni është që ta realizoj atë vizion. Që ta realizoj vizionin tënd më të madh për mua. Më lejo të shoh. E të ndjej në çdo hap që jam i udhëzuar. Besim është të di se jam i udhëzuar. Dhe vërtetja. E vërtetja. Më lejo sot, dhe çdo ditë, të çdo viti, të çdo kohë, të çdo dimension, të dëgjoj zërin tënd. Të dëgjoj zërin e shpirtit tim. Zërin e zemrës tim. Është muzika e shpirtit. Faleminderit. Faleminderit. Relakso në zemrën tënde. Dhe së shpejti tani do nisi meditimin. Relakso në zemrën tënde. Ndjej dhe integroje të gjithë të energji brenda teje. Sollon shumë energji përpara meditimit. Këto janë ushtrime shumë të fuqishme. Këto janë ushtrime të cilat unë dhe Marvini kemi studiuar për ju, kemi vite që studiojmë këto ushtrime dhe sillim më të mirën për ju. Çdo gjë që ne bëjmë së bashku në ritrite, në trajnime online janë për ju. Që të përjetoni madhështinë e zemrës tuaj, të riktheheni, të rikujtoheni për fuqinë brenda jush, për zemrën tuaj. Po shikonim komplet të gjitha analizat që kemi bërë gjatë ritritit, matjet shkencore që kemi bërë gjatë ritritit, dhe pjesëmarrësit e ritritit që kanë bërë meditime dhe të gjithë këto teknika që ne po sillim për ju, kanë arritur të lidhen me burimin, kanë arritur të lidhen me të dashuri, kanë arritur të ndryshojnë valët e trurit. Ne po i studiojmë, janë me fakte dhe doja u tregoj së shpejti se çfarë valësh të jashtëzakonshme të trurit që kemi arritur kësaj radhe. Ka ndodhur mrekullim atë grup. Dhe kësaj radhe ka ndodhur diçka
e jashtëzakonshme, diçka e re që nuk ka ndodhur me asnjë një grup tjetër. Matjet e trurit kanë shkuar edhe përtej valve gama. Kemi patur val gama te të gjitha ata që ne kemi matur, dhe kanë qenë val gama me val të tjera, val theta, val alfa, val të ndryshme, të kombinuara me njëra tjetrën. Ka ndodhur diçka e re, diçka që nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara. Dhe unë dhe Marvini kemi ngelur të habitur, të mahnitur, kemi ngelur duke parë ekranin me orë jeshtë dhe duke thënë çfarë janë këto matje, çfarë po ndodh. Dhe kemi dalë në konkluzionin që ka ndodhur diçka jashtëzakonshme me këtë retreat. Valët e trurit kanë shkuar dhe përtej valve gama. Personat janë lidhur me diçka të jashtëzakonshme, me një energji të jashtëzakonshme, me burimin, me veten e vërtet, me shpirtin, me zemrën, kanë patur hapje zemre, quajini si të doni, por ka ndodhur mrekullim me ta. Ka ndodhur një mrekullim me ta. Valët e trurit kanë shkuar dhe përtej valve gama dhe kompjutri nuk ka mundur do të më të bënte matje të njohura për mjekësin. Ato nuk janë më matje të njohura për ne mjekët. Ato janë matje të cilat nuk i kemi parë ndonjëherë më përpara, dhe vajza që bën matjet që kemi në retreat është gjithashtu mjeke, dhe ajo kur pa ato matje mendoi që aparatura kishte një problem dhe e fiku aparaturën, e rregulloi sërish, e rikalibroi sërish, e testoi dhe vendosi prap personit dhe prap ishin ato valë të jashtëzakonshme. Ka ndodhur mrekulli dhe do ju tregoj së shpejti se çfarë ka ndodhur me pjesëmarrësit e retreatit. Dhe është pikërisht nga e gjithë kjo punë që ne po bëjmë bashkë. Dhe e gjithë kjo punë që ne po bëjmë bashkë. Ajo që ndodh është se njerëzit transformohen dhe arrin mrekullinë. Dhe gjithashtu meditimi të ndryshon gjendjen tënde të brendshme. Si e shikoni nga kjo lutje që ne bëmë, gjendja jote e brendshme ndryshoi. Gjendja jote e brendshme ndryshoi. Dhe ti fillon të ndihesh ndryshe gjithmonë më shumë. Kemi patur raste nga trajnimi online 6 javor që kemi tani, fillojnë në 13 shkurt, dhe nëse doni të regjistroheni mund të kontaktoni me stafin për të marrë më shumë informacione, po ajo që ndodh aty në atë trajnim është mrekulli. Kemi patur shumë raste të personave të cilët jetojnë jashtë dhe shpesh janë të pakënaqur me qytetin ku ata jetojnë. Ishte një grua që jetonte në Londër dhe ishte pakënaqur me qytetin, me motin, me shiun, me njerëzit, thoshte se s'ka mundësi. Dhe pastaj, pasi bëri teknikat, u lidh me veten, me zemrën, me burimin, gjendja e saj e brendshme ndryshoi. Dhe në fund të trajnimit ajo tha, Artemis, Londra po më duket ndryshe. Shiun po e shijoj, çdo gjë po e shijoj. Londra po më duket një vend plot mundësi. Pra kur gjendja e brendshme ndryshon dhe perceptimi jot i jashtë ndryshon. Pra mos ja hiq mundësitë vetes, mos i thuaj vetes tënde, pavarësisht situatës jashtë, pavarësisht në çfarë qyteti je, pavarësisht në çfarë vendi ti je. Ndryshoj gjendjen e brendshme dhe ka për të ndryshuar perceptimi jashtë. Ti do shohësh dhe do orientohesh dhe do drejtohesh drejt mundësive për ty. Ka patur raste të cilat ishte një grua që kishte shumë probleme me vajzën dhe me njerëz të tjerë që kishin probleme me fëmijët, i rregulluan, po ky rast dua ta tregoj sepse ndoshta edhe ti mund të kesh situatë të ngjashme me fëmijët, por çdo situatë me fëmijët mund të rregullohet sepse është energji. Ka energjia e prindit është e lidhur me fëmijën, dhe kur ti mediton, kur ti ke dashuri në zemër, dërgoja, rezatoje atë dashuri. Rezatoja atë dashuri brenda teje, rezatoja fëmijës. Dhe ndodhi një mrekulli me një pjesëmarrëse të trajnimit online. Ajo kishte probleme me vajzën,
zihej gjithmonë dhe erdhi një moment që vajza iku nga shtëpia. Dhe vendosi, tha që do punoj me veten, do punoj çdo ditë me veten, do meditoj, do ndryshoj energjinë, do sjell vajzën sërish në shtëpi. Po mori një vendim të sigurt brenda vetes së saj dhe nisi trajnimin, fillua me meditimet, filloi të ndryshoj emocionet, filloi të manifestoj, filloi të dërgoj vajzës dashuri, filloi të transformoj brenda vetes dhe ajo që ndodhi ishte një mrekulli. Brenda një jave vajza u rikthye. Dhe mua ajo se ato çfarë biseduan pastaj ndryshoi komplet. Mënyra se si ajo grua komunikoi me fëmijën e saj ishte ndryshe, mënyra se si ajo e priti vajzën ishte ndryshe, mënyra se si ajo filloi të sillej me vajzën ishte ndryshe, energjia ndryshoi komplet dhe një dritare shprese u hap sërish. Vajza filloi të besonte sërish. Pra, marrëdhëniet mund të ndryshojnë, sidomos me fëmijët. Asnjëherë mos u dorëzoni. Ju mund të ndryshoni situatën. Thotë që vajza ime i ngushtohet fyti dhe ka shumë stres, është në klasën e 5. Është çështje vetbesimi, sepse kur ne fillojmë që t'jemi në shkollë dhe na kërkojnë rezultatet, fëmia mendon që vlera e tij varet nga rezultatet. Përpiqu që t'i japësh siguri nga ana jote, thuaj që unë jam këtu për ty. Është bukur që është bukur të kesh rezultate për veten tënde. Rezultatet në shkollë bëje vajzën të mendojë që janë për veten e saj. Nuk janë thuaj rezultatet në shkollë, çdo gjë që ndodh në shkollë apo çdo opinionet e të tjerëve nuk ka rëndësi. Ka rëndësi opinioni që ti ke për veten. Pra të gjitha këto mësime që ne po mësojmë këtu për dashurinë për veten, të duash veten, të japësh vetes dashuri, të flasësh vetes pozitiv, mësoja fëmijës. Në çfarëdo lloj moshe mund t'i mësoni fëmijës që fëmia t'i flas vetes pozitiv. Në çfarëdo lloj moshe ju mund t'i mësoni fëmijës se si të komunikojë ai me veten e tij, sepse fëmijët mendojnë që opinioni që kanë të klasës është i rëndësishëm, opinioni që kanë mësuesit është i rëndësishëm, sigurisht që opinioni i të tjerëve është i rëndësishëm aq sa të jap një orientim. Dhe normalisht që nuk kemi pse të jemi të mbyllur ndaj opinionit të njerëzve, sepse dhe çdo lloj opinioni kur është konstruktiv, çdo njeri mund ta përdor për të përmirësuar, por asnjëherë për të ulur veten, asnjëherë për të hequr vlerën brenda vetes. Pra gjithmonë fëmijët mësojnë me një lloj vetbesimi, sepse shpesh prindrit përpiqen që fëmijës t'i japin vetbesim dhe t'i thonë ti je më i miri. Dhe nuk ka asnjë gjë të keqe me këtë. Por fëmia përveç se kësaj që ti thua ti je më i miri, thuaj edhe që ti është okay, duaje veten, jepi pranim dhe dashuri vetes, edhe kur gabon. Mëso nga gabimet, imagjinoje veten tënde që herës tjetër vepro ndryshe. Çfarë do të thotë të jesh më i miri? Thuaj që çdo person është i veçantë, të gjithë janë të veçantë, edhe ti je i veçantë. Pra mësojni fëmijën të ndjejë veçantinë e tij, të ndjejë unikalitetin e tij. Sepse ndonjëherë kur themi ti je më i miri, ai përpiqet që të jetë më i miri në mësime, që asnjëri të mos flas keq, që asnjëri mos ta sulmoj, që mësuesit të flasin mirë, por kur kjo nuk ndodh ndonjëherë, se një herës jemi. Atëherë tak i ulet vetbesimi. Thuaj që çdo gjë është mirë. Është shumë e rëndësishme pra që t'i mësojmë fëmijës një lloj analize konstruktive. Pra që ta kthejë vëmendjen tek vetja dhe t'i japi vetes pranim dhe dashuri. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Pas kam shumë pyetje me fëmijët, besoj që do bëjmë një live të veçantë atëherë, do bëjmë një live të veçantë për fëmijët, se si të mund të flisni me fëmijët tuaj, dhe tani do ta bëj live-in për fëmijët, tani do filloj të bëj live për fëmijët, sepse prisja që të kisha fëmijë vet. Gjithmonë nuk kam dashur të bëj live për fëmijët pa patur fëmijë vet, sepse vetëm ai që ka fëmijë vet mund të kuptoj atë që ka fëmijë.
Kështu që tani që kam fëmijë vet, do filloj që të bëj live për fëmijët, edhe pse kemi patur rezultate të jashtëzakonshme me prindër, me fëmijët e tyre, kanë shëruar fëmijët nga autizmi, kanë shëruar fëmijët nga ankthi dhe depresioni. Në trajnimin online që kemi, ne i mësojmë personat që si të shërojnë një person tjetër dhe bëjmë një meditim shërimi për një person tjetër. Dhe ftojmë faktikisht që personat që marrin energjinë e shërimit të jenë fëmijët. Dhe ka ndodhur në trajnimin online, ka ndodhur mrekulli, ka ndodhur shërimet e autizmit nga meditimi i shërimit që ne bëjmë për ta, ka ndodhur shërimet të ankthit, të depresionit, ka ndodhur fëmijët kanë filluar të flasin më tepër, të komunikojnë më shumë, të jenë më të hapur. Madje një fëmijë i cili ishte i tërhequr, ishte i mërzitur, pra nuk njente atë gëzimin si dikur dhe nëna imagjinoni vetë se si mund të ndiej. Pas meditimit të shërimit, ai filloi të ndiej gëzuar, filloi të ndiej dashurinë, filloi të ndiej atë gëzimin direkt pas të ditën tjetër, vajti dhe mblodhi lule, edhe i tha mamit, mami, këto lule janë për grupin. Këto lule janë për grupin, tha se unë ndihem shumë mirë. Dhe imagjinoni se si mund të ndihemi ne për atë që ndodh. Dhe ndoshta këto histori mund të duken shumë të çuditshme për dikë, por janë të vërteta. Energjia është e vërtetë, dashuria është e vërtetë, është energji elektromagnetike që është e matur dhe nëna mund ta shërojë fëmijën e saj. Bëj meditimet, ndjej dashurinë në zemër, ndjej dashuri, merr fëmijën, imagjino se merr fëmijën e fut në zemrën tënde, e mbulon me dashuri. Po do bëjmë një live për fëmijët, edhe besoj që do nxjerr në story një pyetësor dhe dua të di se çfarë keni më shumë dëshirë të dini për këtë temë. Por tani do fillojmë me meditimin. Do të tregoj dhe për autizmin, po do të tregoj në live-in tjetër. Atëherë, po i mbyll një moment komentet dhe do nisim tani me meditimin. Meditimi do jetë të lidhemi me energjinë e tokës dhe të qiellit dhe të futemi thellë në zemrën tonë. Të ndjejmë mbështetjen dhe sigurinë e tokës dhe udhëzimin, intuitën nga qielli, do futemi thellë në zemër, gjithmonë më thellë në zemër. Të ndjejmë faktikisht që ne jemi të sigurit, të mbrojtur, të ndjejmë se ne jemi në krahët e burimit, jemi në krahët e dashurisë. Do imagjinosh se je i mbështetur në krahët e jetës, edhe se jeta të mbron, dhe je gjithmonë i mbrojtur, je gjithmonë i udhëzuar. Dhe do futemi gjithmonë më thellë në zemër, zemra do ndjej një relaksim gjithmonë më të thellë, dhe do hapet gjithmonë më shumë. Kemi patur shumë zemra kanë filluar të hapen në këto live që kemi qenë bashkë, sepse shumë njerëz më thanë, Artemis, zemra ime ka filluar të rrah fort. Dhe kur zemra fillon të rreh fort, është piknisja e hapjes së zemrës. Thjesht relaksohu në kraharon më shumë nëse ndodh, jepi vetes pranim dhe dashuri, lejoje të ndodh. Relaksohu gjithmonë më shumë, merr frymë thellë, futu gjithmonë më thellë në zemër. Dhe ke për të përjetuar mrekulli. Atëre, unë të mbyll kamerën dhe do nisim. Një puth. Mbylli syt. Mbylli syt dhe merr frymë thellë. Merr frymë thellë me bark. Mbaj një moment. Dhe liroj frymën krejt. Dhe një val relaksimi në gjithë trupin tënd.
Ndjeje trupi si lirohet, lëshohet plotësisht. Ndjeje muskuj si lirohet, relaksohet thellë më thellë. Dhe vazhdo të marrësh frym ngadalë, brenda dhe jashtë, me ritmin tënd. Relakso në zemrën tënd. Relakso në kraharorin tënd. Kujtohu për zemrën tënde të bukur. Kujtohu për zemrën tënd, për ëndrat e saj, për pasionin e saj. Në zemrë, kujtohu për mallin e zemrës tënd. Është malli për liri. Është malli për jetë, për ta ndjerë jetën plotësisht. Relakso në zemër. Ndjeje dashurinë dhe falenderimin që zemra ka për ty. Faleminderit që je këtu. Ndjej dhe thuaj me mua. Jam këtu në zemër. Imagjinoj të gjithë energjinë në zemër, vëmendjen në zemër, në krahoror. Ndjeje si relaksohet energjia në krahoror. Relakso. Dhe imagjino se futesh thellë më thellë në dashurinë e zemrës. Shijoj. Dhe imagjinoje kraharorin si zgjerohet. Imagjinoje zemrën si zgjerohet. Dashuria zgjerohet. Ka hapësirë tani në kraharorin tënd. Dhe je duke marrë frym lirshëm, brenda dhe jashtë. Po merr frym lirshëm. Shijoje ngadalë. Dhe imagjino një moment lidhjen tënde me tokën. Ndjeje mbështetjen e tokës. Dhe imagjino një çast. Rënjë që dalin nga ti sikur se një pemë. Imagjinoje veten si një pemë. Dhe imagjino rënjë që dalin dhe zbresin poshtë përmes këmbëve të tua. Futen thellë në tokë. Deri sarin thellë në tokë. Në një vend ku ka shumë dashuri për ty. Dhe ndjeje dashurinë e tokës për ty. Imagjinoje rrënjët e tua si zbresin thellë në tokë përmes këmbëve dhe ndjeje ngrohtësinë e tokës. Ndjeje fuqinë e saj. Ndjeje stabilitetin e tokës. Toka të nje. Toka të mban. Toka e nje historinë tënde. Ka dashuri për ty. Të ka dhënë gjithçka që ka. Ka mbështetje për ty. Je i sigurt në këtë tokë.
Dhe me çdo frymë që merr, imagjino energjinë e tokës, si vjen tek ti val, energjinë e mbrojtjes, të sigurisë, të mbështetjes. Një energji shërimi dhe transformimi vjen nga toka, lart te këmbët, pulpat, kofshët, barku dhe shkon drejt në zemër. Ndjeje në zemrën tënde energjinë e tokës, dashurinë, mbështetje. Je i sigurt, shijoje në zemër. Është një energji paqeje, të bën të ndihesh i plot, i sigurt, i mbështetur. Shijoje në zemër dhe imagjinoje zemrën si hapet pak më shumë. Ndjeje kraharorin si zgjerohet pak më shumë dhe fillon të marrësh frymë lirshëm. Brenda dhe jashtë. Fryma hyn dhe del, edhe më lirshëm brenda teje. Relakso në zemrën tënde dhe ndjej tani lidhjen tënde me qiellin. Ndjeje dashurinë që qielli ka për ty. Ti je udhëzuar. Ti je i udhëzuar në çdo moment prej qiellit. Dhe imagjino sikur nga maja e kokës ngrihet lart një rrezë drite e pastër e bardhë, që udhëton lart për te i shkaj. Për te i shkaj. Dhe ndjen lidhjen tënde me qiellin, me burimin, me veten tënde të lartë. Dhe ndjej dashurinë që qielli ka për ty. Ndjeje dashurinë që krijimi ka për ty. Të ka dhënë gjithçka që ka. Ndjej lidhjen tënde me të. Të nje, krijimi të nje, qielli të nje shpirtin tënd, e nje rrugën tënd, e nje arsyen përse je këtu. Dhe të udhëzon në çdo hap që hedh. Nje potencialin tënd më të lartë. Ka ide pa fund dhe frymëzime infinite për ty. Imagjinoje dashurinë nga qielli, nga krijimi. Imagjinoje si një dritë të bardhë transformimi që vjen nga lart, zbret nga lart tek ti. Te koka, qafa, shpatullat, kratë, shkon te krahërori dhe mbushe zemrën tënde një dritë e bardhë. Nga qielli vjen tek ti. Një dritë plot me dashuri për ty, me udhëzim. Dhe aktivizon intuitën brenda teje tani, pikërisht tani intuita aktivizohet në zemrën tënde. Dhe zemra hapet pak më shumë. Krahërori zgjerohet pak më shumë. Dhe ide, frymëzime vijnë pa fund tek ti. Dhe tani je duke marrë frymë më lirshëm, brenda dhe jashtë. Shijoj
Ndjeje në këtë qast në zemrën tënde. Je I udhëzuar. Plotësisht I udhëzuar. I sigurt dhe I mbrojtur në rrugën tënde. Është energjia e tokës dhe e qiellit në zemër. Ndjeje në zemrën tënde një dashuri e madhe brenda teje. Nga toka dhe nga qielli. Është në zemër. Po ndjesh I sigurt, I mbrojtur dhe I udhëzuar në zemër. Relakso edhe më thellë aty. Relakso në zemrën tënde dhe ndjej se futesh pak më thellë brenda teje. Lëshohu thellë e më thellë në zemrën tënde. Dhe sa më thellë që futesh, imagjino se dashuria shtohet. Shtohet dashuria gjithmonë më shumë. Futu thellë në zemër. Dhe ndjej në këtë moment se je në një hapësirë infinite. Plot dashuri. Imagjino thellë në zemër se je I lidhur me burimin. Ndjej në zemrën tënde lidhjen tënde me burimin. Ndjej dhe imagjino se je në krahët e burimit. I mbështetur nga dashuria infinite. I sigurt dhe I mbrojtur nga inteligjenca universale. Ndjej lidhjen tënde me të. Ndjej e përqafimin e dashurisë. Ndjej e mbrojtjen dhe sigurin. Dhe ndjej se në çdo hap ti je I udhëzuar. Ka gjithmonë ide të reja, frymëzime për ty. Ka gjithmonë mbështetje për ty. Ka gjithmonë dashuri për ty. Gjithmonë ka patur. Gjithmonë do ketë. Ndjeje këtë bekim në zemër. Ndjeju I bekuar. Ti je I bekuar. Nga dashuria, nga jeta, nga krijimi. Ka bekime për ty. Bekim, bekim, vi në zemrën tënde. Prano me dashuri. Prano me dashuri bekimet e jetës. Prano me dashuri bekimet e jetës. Dhe imagjino në këtë çast, imagjino një skenë ku ëndra jote është realizuar. Imagjino një skenë ku manifestimi ka ndodhur, krijimi ka ndodhur. Ti je I bekuar. Shiko këtë skenë dhe falendero, ka ndodhur. Çfarë po ndodh aty? Çfarë po sheh? Çfarë po përjeton? Shiko këtë skenë. Dhe imagjino në këtë çast
Imagjino se futesh brenda në atë skenë. Imagjino se po e jeton atë skenë. Imagjino se ky është filmi jot i ri. Kjo është historia jote. Jetoj këtë skenë me gjithë zemrën tënde. Manifestimi ka ndodhur në zemër, ndjeje. Manifestimi ka ndodhur në mendje, ndjeje. Mendja dhe zemra janë një në ndjesinë se manifestimi ka ndodhur. Dhe përhape këtë ndjesi në trupin tënd. Trupi po e ndjen. Ka ndodhur. Ti je brenda në këtë film, ka ndodhur në trupin tënd. Ka falënderim në zemrën tënde, ndjeje. Ka falënderim në mendjen tënde, ndjeje. Përjetoje, mendja dhe zemra janë një. Në falënderim, të dyja janë një në falënderim. Është e njëjta energji. Është falënderimi që përhapet në trupin tënd dhe trupi. Krejt trupi, gjithë trupi. Po pulson në falënderim. Në falënderim në jetën e re. Në krijimin e ri. Ndjeje këtë falënderim në trup ka ndodhur. Ka ndodhur. Shijoje ka ndodhur. Imagjino se brenda teje tani energjia shtohet edhe më shumë. Falënderimi shtohet edhe më shumë. Dhe e kupton në këtë çast se gjithmonë ke qenë i udhëzuar. Se gjithmonë ke qenë i sigur dhe i mbrojtur. Dhe falëndero me gjithë zemrën tënde. Faleminderit. 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 Dhe ndjeje tani në çdo qelizë të trupit tënd. Ndjeje këtë falënderim. Shijoje. Shijoje, jeta e re ka ndodhur, krijimi ka ndodhur, manifestimi ka ndodhur. Përjetoje me çdo qelizë të trupit tënd. Dhe imagjino se çdo qelizë brenda teje buzëqesh. Çdo qelizë buzëqesh. Me një buzëqeshje të qiltër, si të një fëmije. Një buzëqeshje pastër. Me falënderim. Falëndero. Ka ndodhur. Ka ndodhur. Ka ndodhur. Vendosi duart në zemrën tënde. Dhe bekoje zemrën tënde. Bekoje trupin tënd, mendjen tënde. Bekoje në dashuri. Dhe ndjeje në këtë çast, je i plot. Je i plot në këtë jetë. I plot në zemër, i plot në mendje, i plot në trupin tënd. Je i plot në zemër, ndjeje. Je i plot në mendje, ndjeje. Mendja dhe zemra janë një në ndjesinë e plotësisë. Dhe përhape këtë ndjesi në trupin tënd. Wow, trupi jot është i plot. Po ndihet i plot. Çdo qelizë po funksionon në perfeksion. Trupi është i plot. Shijoje. Ja dol. Ti je i plot. Ndjeje.
Në krijimin e ri ti je I plot, ka ndodhur. Po ndodh tani. Po ndodh tani. Çdo qeliz në trupin tënd. Çdo ind në trupin tënd, çdo organ në trupin tënd, krejt trupi jot pulson në ndjesinë e plotësisë. Shijoj. Ja dolëm. Ja dolëm, grupi, ja dolëm. Tani nga dal, mund të hapër syt, në një botë të re, në një krijim të ri, si një njeri komplet I ri, I plot. Ti je I plot. Dhe kjo është dhurata më e madhe që mund t'i bësh vetes, të ndihesh I plot. Pavarësisht gjithë shërimeve, gjithë manifestimeve, njerëzit, a e dini se çfarë më kanë thënë. Pavarësisht gjithë shkaje që kanë krijuar, kanë manifestuar shëndetin, kanë manifestuar punën, kanë manifestuar dashurinë, kanë manifestuar bollëkun financiar, por pavarësisht gjithë shkaje që ata kanë manifestuar, më kanë thënë që gjëja më e bukur është të ndiheshin të plot, të ndiheshin të plot tani pikërisht tani, të ndiheshin të lirë në zemër, të ndjenin përfundimisht pranimin dhe dashurinë për të gjithë pjesët e tyre, të ndjenin hapjen e zemrës, ajo është mrekullia më e madhe. Dhe pastaj çdo manifestim që ndodh ti e shijon. Sepse kur je I plot, kur je I lirë, kur je I kënaqur me veten, gjithçka e shijon. Dhe atëre manifestimi ka vlerë. Dhe ajo është baza e punës tonë, ajo është ajo që unë dua për ju, që ju të ndiheni të plot. Kjo është puna ime, së bashku me ju. Ju ndihmoj të hapni zemrën, të lironi trupin, nga çdo gjë që ju mban, të ndiheni të plot, të ndiheni të lirë, të ndiheni në dashuri, me zemrën, me veten, me jetën, të ndiheni besim sërish, besim të vetë, të mundësit, të burime, të t'je I mbrojtur, I mbështetur, dhe kjo është fuqia më e madhe. Kjo është fuqia më e madhe, dhe këtë e dua për ju. Jam pafund krenare për çdo gjë që po realizojmë së bashku. Sa I fuqishëm ishte ky meditim, po e ndjej jashtëzakonisht shumë. Wow, po e ndjej se çfarë ka bërë ky meditim me juve. Bani mat, kujtoni për gjithë shka që po bisedojmë bashkë, kujtoni për gjithë shka, për gjithë punën që ne po bëjmë bashkë. Se baza dhe themeli gjithë shka është dashuria. Të rikujtohesh, është të rifitosh besimin sërish. Dhe gjithë shka që po themi, të gjitha teorit, të gjitha zbulimet shkencore, të gjithë puna që po bëjmë me Marvinin, gjithë teknikat që po sjellim, të gjithë ritritet, trajnimet që po bëjmë, janë për të gjithë ne, për të gjithë komunitetin. Dhe po shohim mrekulli vërtet. Po shohim diçka që nuk është parë në këtë tokë. Dhe nuk e them në formë metaforike. Po krijoni mrekulli. Jam krenare me ju. Atëre nesër kemi ditën e fundit. Është dita e fundit e sfidës, nata e 4. Nuk do ju tregoj se çfarë do bëjmë nesër, do jetë surprizë. E jani në orën 21 do jemi live nesër për natën tonë finale. Do kemi teknika të fuqishme, do kemi meditim të fuqishëm, do kemi histori të reja, do kemi teknika, frymëmarrje dhe shumë dashuri, si gjithmonë. Nuk po I lexoj një moment komentet, po janë kaq shumë sa nuk arri dot që t'i lexoj të gjitha. Është e jashtëzakonshme ajo që po krijojmë. Ka gjithmonë dhe shumë njerëz që më pyesin edhe në mesazhe, edhe pse nuk arri dot që t'i përgjigjem të gjithëve, më pyesin shumë për trajnimin online, duke qenë se edhe kam përmendur këto net,
ka shumë persona të rinj që vinë dhe duan të dinë se çfarë punë bëjmë ne. Unë dhe Marvini jemi mjek, punojmë në kërkim shkencor në Bern në Zvicër dhe prej 5 vitesh kemi filluar që bëjmë retrite, bëjmë trajnime online, por me këtë punë merremi edhe mbi 10 vite faktikisht merremi me këtë punë që ka nisur kryesisht me transformimin ton dhe pastaj është zgjeruar në transformimin e një komuniteti të jashtëzakonshëm personash. Retritet që ne organizojmë, njerëzit përjetojnë ndjesi të paposhtuara, hapje zemre, transformime, shërime, manifestime. Trajnimet online gjithashtu janë shumë të fuqishme dhe kemi filluar të sjellim tani teknika të reja dhe trajnimi në shkurt që do jetë në 13 shkurt. Ky trajnim do jetë shumë i fuqishëm, do ndodhi mrekulli aty, nëse keni dëshirë të regjistroheni, edhe persona që na ndjekin. Shpesh kemi persona që na ndjekin prej vitesh dhe vendosin të vinë të trajnimi online dhe aty habiten, se thonë Artemis, kjo është komplet një energji komplet tjetër. Në çdo event që ne bëjmë është një energji komplet tjetër. Kështu që ka teknika të reja gjithashtu dhe në shkurt, mund të kontaktoni me stafin dhe do ju japin të gjitha informacionet që keni nevojë. Mezi pres të punoj me ju çdo herë që ne takojmë bashkë. Ju dua shumë, ju përqafoj dhe ne do shihemi nesër në orën 9 të darkës. Urime për sot, ishte jashtëzakonshëm. Ju përqafoj.